AI-n nuk e shaf problem, unë problemi shaf rrjetet sociale. Pse? Unë nuk po du me diskutu për asnjë fushë tjetër, se njihem si e tillë, du me diskutu vetëm për pjesën e shëndetit mendor. Sara më dhemb ta them jashtëzakonisht shumë se flitet për njerëz me të cilët kam studiuar, kam bashkëpunuar, e bashkjetoj me ta dhe tentoj që ta bëj punën ma të shejt që ka mujt me pas një profesion, me trajtu një person që ka nevoj për me u shpreh. Sepse të gjitha problematikat e tjera të shëndetit trajtohen ndryshe. Jo përmes tregimit, jo përmes ndjesisë dhe jo përmes potencës së vetmen që e kanë punonjësit e shëndetit mendor, që është të kuptuarit në dhimbje, sepse ti mund ta kuptosh një appendix dhe mund të tregosh me saktësi të plot në që nivel mundet me qenë shkalla e therrjes, shkalla e dhimbjes, shkalla e infeksionit e tjera, por në një problem të shëndetit mendor ti duhet ta bashkëndjesh atë për t'ja dhënë mundësinë personit që ke përballë për ta kuptuar veten e tij, sepse na bashkëjetojmë me dhimbje për kohë shumë gjatë pa e kuptuar, domethënë, pse po vjen kjo dhimbje, pse po shpërndahet në sferat ndryshme të jetës, pse po na penalizon. Dhe punonjësit e shëndetit mendor, po edhe njerëzit, domethënë, në të gjitha profesionet e tjera, e kanë keq kuptu, po vazhdojnë me keq kuptu, po mendojnë që janë duke promovuar profesionin në rrjetet sociale, por janë duke dëmtuar veten e tyre, janë duke dëmtuar imazhin e profesionistit të shëndetit mendor dhe mbi të gjitha janë duke i dëmtuar jashtëzakonisht shumë klientët, njerëzit në përgjithësi. Nuk mund të dalësh me një video ose si ta quaj këtë para fytyrës dhe të japësh një recetë për problematikat e një shërgullimit të personalitetit. Dhe është individual. Dhe të tregosh se si duhet të sillesh me një çrregullim të personalitetit. Ju lutem, se është edhe muaji i shëndetit mendor, se edhe familja ime shifet gjithandej, unë dua t'ju bëj thirrje profesionistëve të ashtu quajtur, se nuk e di a janë, ju lutem mos e keq përdorni, çrregullimet e personalitetit janë smundje potente mendore.